nuk e di se sa do mundet të kaloj kjo reformë, di që do ketë kundërshtim të mëdha nga popullatat. Një di që në raportet e Këshillit të KS, të Këshillit të Europës, të paktën për reformat të këtij lloji, por specifikisht është cilësuar reforma zgjedhore dhe reforma territoriale që duhet të kalojnë me konsensus. Konsensusi u prish, ta do të thënë po ecin vetëm përpara. Kështu që në këtë kuptim shikoj vetëm nëse Edi Rama do të thënë ka vendosur që si duket nga frika, po dhe nga ashtu ka vendosur të çojë çdo projekt të tij deri në fund. Unë doja të thosha këtë që kjo është një lloj reforme e cila nuk ka kapur thelbin e pushtetit lokal. Çfarë kërkon pushteti lokal? Problemi tek pushteti lokal nuk është numri i bashkive. Pra të dyja palët, edhe kur tjetra kërkon të arrisë të keqë të zvogloj apo të bashkoj bashki, e kanë mendje vetëm tek ana elektorale. Në fakt, problematika kryesore e pushtetit tonë vendor është që përveç bashkisë së Tiranës, gjithë bashkitë e tjera, gjithë kryebashkiakët e tjerë, pavarësisht se zgjidhen nga populli, kanë çeksat e Kafshës, është ajo shprehja.